Ju përshëndesim drejt për së drejti nga stadiumi Loro Borici, jemi pikërisht në tribunin qendror aty ku qëndron edhe zona VIP. Ka shumë VIP në këtë ndeshje, qoftë nga kampi Venda Tivadis, por edhe nga Tirana. Jemi vetëm pak çaste përpara nisjes së klasikës së futbollit shqiptar Vllaznia dhe Tirana. Acit Tafili, ish futbollist i Vllaznisë dhe aktualisht edhe trajner në disa skuadra. Tafili, super ndeshje sonte, ka disa ditë që pret publiku shkodan dhe me gjërë me shumë interes. Patjetër, po shikohet një atmosferë mjaft e mirë në stadiumin tonë, një ndeshje si opritë gjithë javën, reklamimi nga ana e klubeve është bërë mjaft. Normalisht historia flet vetë përveç reklamimit, Vllaznia Tirana, derbi si çdo vit ka pas veçantinë e vet edhe bukurinë e saj si ndeshje. Vllaznia e para, Tirana për mbijetesë para fundit, janë në pozitat e kundërta, ndoshta janë dy klube me shumë histori në futbollin shqiptar. Patjetër, ndeshja normalisht brenda e fushë nuk shikon të diferenca dhe pse renditja është e ndryshme. Të dy skuadrat luftojnë si Vllaznia për vendin e parë, po edhe Tirana është në problematikën e saj për renditje. Ndeshja do të jetë mjaft e luftuar. Ne shpresojmë se të marrim rezultat pozitiv që na ndihmojnë për ecurinë e skuadrës. Por parashikohet një ndeshje mjaft e luftuar. Në opinionin sportiv dhe vetë specialistët e futbollit, kolegët tuaj kanë konsideruar ndeshje etike dhe shumë faktorizuese për vazhdimsinë, qoftë për vazhdim për titull, por sidomos edhe për Tiranën. Po, është vërtet është ndeshje mjaft delikate sepse njëra nga skuadrat po humbasin piket do vështirësoj garën në vazhdimsi. Edhe mendoj si më të favorizuar momentalisht është Vllaznia, sepse është më komod, në renditje është në vend e parë dhe ka treguar ndeshje mjaft mirë këtë periudhë dhe besoj entuziazmi i shkodrarëve tifozeria do ta ndihmojë më shumë. Acit Tirana vjen sot në Loro Borici me trajnerin e ri, me të rikthyerin Orges Shej, që konsiderohet një armë shumë e fortë për ekipin bardhë blu. Po patjetër një trajner tashmë me eksperiencë kampionatin tonë, ku i njeh mjaft mirë skuadrat. Ka një moment vështirë të drejtën për Tiranën, sepse çdo trajner edhe kur vjen në prezantohet nuk e ka asnjë shkopin magjik. Do mundohet të analizojmë mjaft Vllaznin, po Vllaznia këtë vit ka qenë e paparashikueshme edhe nuk mendoj se me kaq pak kohë sa ka Orges Shej Tirana mund të reagojë skuadra tyne. Kam mbyllim një parashikim të Acit Tafilit me shifra të kësaj ndeshje? Mendoj të jetë ndeshje 2-0 për Vllaznin. Me autor të golave? Po i përhershmi Bekim Bala edhe shpresoj edhe Satmala. Bukur, ishim me Acit Tafilin, ish futbollist i njohur i Vllaznisë dhe disa skuadrave të Shqipërisë, aktualisht edhe kapiteni i skuadrës, por edhe trajner tek futsalla Vllaznisë. Acit, faleminderit. Kjo është lidhja e parë të nderuar shikues për sport drejt nga Loro Borici, do të jemi sërish së bashku me të tjera opinione rreth kësaj ndeshje, qoftë në pushimin e takimit, por edhe në fund të tij. Deri atëherë, mirupafshim.